Po pastaj Gjevo, në vitin 99 largoheni nga Shqipëria. Ishte jeona e kësaj, ku të ketë nevoja dheu. Ku të ketë nevoja dheu, aha. Edhe mua më thanë të kërkojnë në Amerikë. Aha, o emrove në Amerikë ti? Po, bro. Kërkoj Amerika. Për ta kam më fluar, i thanë, është lotaria amerikane, po në dijan që më donin, nese. Ne të kërkuan në Amerikë. Po mirë, për çfarë kërkuan Gjevo, çfarë bone në Amerikë? Po, mbas asaj, ati vitit të mbrapsht që kaloi Shqipëria në theshtatën të tërë euronin që të largoheshin. Bile unë çunat sot i kam në mosh, edhe ju kujtohet një ngjarje si ju vra Vardora këtu, si do edhe gjakun e muri, se kanë parë një histori të aty. Edhe kome kanë papshir nga memoria. Kur parë se të iknim. Iken, po. Edhe ikem në Amerikë, sigurisht. Gjithmonë kjo ideja për të shpëtuar fëmijët, si që thonë të tërë, po shqyqyr unë. Se ka që i shpëtojnë fëmijët, pastaj rinë edhe vetë për të shpëtuar. Kurse unë mbaruan shkollat të dy fëmijë dhe më thanë, ktheu tash të vazhdosh profesionin, kalender. Ma ti me qa more gjë? Qarë nuk u mora, shumë profesione, kalova. Do me thënë, si në një qfaqe estrade që kalon 7 personazhe brenda një shfaqe, kur ishin skeqet e vogla, kupton? Edhe atje kjo ndodhte që në çdo 3 muaj duhet të ndronjë në një profesion post të rinë të mirë. Dhe ti nuk këto role që i more në Amerikë, nuk dihet i luaje, apo i luajte shumë mirë dhe tipsi në role tjera? Bravo. Isha aq i vërtet në ato që për shembull ato të çatis. Si është kjo çatis? Po që mbeta në majtë të çatis njerëz. Më thanë atë dita bësh. Kompaninë më të madhe në Shqipëri, thash, për rufin. Rufin, pa. Qatit. U gëzua që gjeti një specialiste, kupton. Ti s'ke njullur një gozh një tate. Po që thua mo, në mëngjes ipa unë se mu duk mirë. Kur më thash zbrit në orën 5 mas dite, e pashën, jo, thash, si jo. Ku vjetë dhe ati në buzet qatis, ati ishin shkallët. Po. Se për të njite, po për... Si nuk zbret, jo, i thash, hajde tha der në o gjaku. Edhe që ndodhi? Basa e solën zjarë fikse, në më thash qarpati. Pse nuk zbrit? Dollën dy ata, ku të zbrit janë? Të marrën zjarë fikse? Më futën ata si termometr duar këtu të dy, më mbajtën peshë, më zbritën me shka. E po rinja këshu. I tha shumë qarë po bëjnë, si kishë marrë pronarin, da po mbushin ato do. Po, leta që vend... Tha i vun gjobë, po tha, si... Gjobë, do të pagush ardhin e zjarë fikse. Nese, po, si qishin ato dhja. Unë i qeshin ati pronarit. Më dëgjot, të pash me atje, se delim atje ne, kërkon në punë. Po të pash me atje, do të futin të raur. Që ditë në parë, do më thënë, nuk ishin nevoj për përvojën time si qati bërës. Si qati bërës. E pasaj llojet të tjera, kam histori, po duen, si të shin plakat që moti duen ne dimin me një shtenja. Pa në një më pikanten. Pikante, më caktuan security që të ruajnë shkollën, se kompania ime bënd ato dritaret e shkolla, po ti e di që shkollat ati janë me 200 dritare një katë, vetëm ashu i bëjnë. Mirë pasarin të ti mbaron të brenda ditës e du të rinë edhe një roje. Më panë mua më të fuqishmin ata, tha do rishë natën ti. Shkolla ishte në Alemat. Në Alemat i disynas policie, mbarojnë krismat pasaj bëjnë matjet. Nga erdhin plumi. Edhe unë i ipja trenit në 10 të natës, e kur agonte, tak, i afrojsha shkollës, delnja dhe njëre, që të më shikonin që kam qenë tërë natën aty. Filova punë të ender të premte, ma vodën 5 herë shkollën. Me pare bera dhe mirë, se më dhanin copletët, si në këto filmat depatik që kemi. Edhe unë lexoj letër, shikon një 12 ati. E për ty pa mirë. Po me lajmëruan, i thashu. Apa dhe delë, i ngarkova vetë 12 kompjutra. Edhe ikën ata, kur më kanë vjedhur. Qa kanë vjedhur? Kanë marrë më 12 kompjutra këtu në... Po 12 kishin letër, edhe mos kanë marrë më shumë, i thashu. Dija u qarë thoshtë e mbas 12-ës atje. Edhe finalja që arriti që
Morën dhe pianon, pastaj. Piano është 3 ton, do 6 veta. Jo, e ngritën ata ku pyesin, ata ishin nga 2.20. Po si ta jale pianon ti? Zbritën nga kati 5 dëgjova brum 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 brum. Hapa dhe derën, dolën jashtë, e mbyllën telefon, që i kapa. Ku i kape? Midis katit të dytë e të tretit, thashun. E çfarë ju the? Çfarë i thoshe? Më kështu mos prishni murin, se ata për ta marrë kishin, po. Mos më bëni në zarar tjetërit.